Omazhet për Fatos Nanon flet bashkëshortja Joana Nano, e dashurova jo vetëm si person, por edhe për vizionin e Shqipërisë ndryshe. Të dashur miq e dashamirës, i nderuar zoti kryeministër, kjo është dita më e errët dhe trishtuar e jetës, po ndahem me njeriu që kalova një çerek shekull jetë dhe që më lidhen shumë ëndra, shpresa dhe zhgënjime të përbashkëta. Është një nga ato ditë që s'do doja ta kaloja. E njëjta ditë është edhe për fëmijët tanë. Ktu e një çerek shekull më parë, rash në dashuri me Fatosin, isha shumë e re atëherë, nuk e kuptoja pse. Kisha rënë në dashuri jo thjesht me Fatosin si person, por edhe me vizionin e një Shqipërie ndryshe. Krejt nga ajo që po kalonim, nuk e pata menduar me kaq qartësi atëherë. Me kalimin e kohës ditë pas dite pata fatin të zbuloja te Fatosi vlera e cilësi që nuk janë ndjej për detyrë publike e morale, që disa cilësi të tijat me mirënjohje të thellë them që i njohin të gjithë, por ja vlen të përmlidhen, sepse Fatosi ishte i vërtet. Ai nuk dinte dhe nuk donte të shtirej, e urrente populizmin, besonte me shpirt në vlerat europiane, ishte neveritës ndaj banalitetit, servilizmit dhe pa aftësisë. Ai eci mes baltës politikës pa u bërë pis prej saj. Ai nuk bënte asgjë për gjysmë, as punën, as miqësinë, as dashurinë. Ai kishte një zemër të madhe që dinte të falte, të mirë kuptonte. Hakmarrja ishte një cilësi që jo vetëm nuk e kishte, por as nuk donte ta njihte.